Vetëm 9 gjyqtar kanë dorëzuar deri tani në Këshillin e Lartë të Drejtësisë formularin e të dhënave profesionale, i cili është një nga 3 formularët që do të plotësohet prej tyre për procesin e vettingut. Në përgjigje të interesimit të Ora News, KLD sqaron se ka ngritur gjithë strukturën e nevojshme për zbatimin e ligjit për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, ndërkohë është në pritje të rihyrjes në fuqi të ligjit pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Procedura e mbledhjes së formularëve të gjyqtarëve për vlerësimin e aftësive profesionale do të funksionojë sipas rregullave të ligjit për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë dhe të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Me hyrje në fuqi të ligjit në KLD, është hapur një regjistër manual për regjistrimin e formularëve të vlerësimit profesional të gjyqtarëve. Aktualisht procedura është pezulluar për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese të datës 25 tetor të vitit 2016 për pezullimin e zbatimit të ligjit dhe pritet të rifillojë sërish me hyrje në fuqi të vendimit përfundimtar të gjykatës kushtetuese të njoftuar në datë 22 dhjetor të vitit 2016. KLD sqaron se organi i vlerësimit të aftësive profesionale për gjyqtarët do të funksionojë brenda Këshillit të Lartë të Drejtësisë deri në momentin kur do të ngrihet institucioni i ri kushtetues, Këshilli i Lartë i Gjyqësorit. Sipas nenit 3.10 e ligjit numër 84/2016, organi i vlerësimit të aftësive profesionale është Inspektoriati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë që funksionon sipas ligjit numër 88/11, datë 17 maj vitit 2001, për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, të ndryshuar struktura përkatëse e prokurorisë së përgjithshme ose institucionet që bëjnë vlerësimin profesional sipas ligjit. Gjithashtu KLD thekson se në bazë të ligjit për ngritje të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, dokumentacioni arkivor do të kalojë pranë këtyre institucioneve, siç parashikohet në ligj. Deri në krijimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe inspektoratet ekzistuese do të vazhdojnë të ushtrojnë kompetencat e mëposhtme, sipas rregullave të parashikuara në këtë ligj, kryen vlerësimin e punës siç parashikohet në dispozitën kalimtare të këtij ligji, duke përfshirë edhe ndihmën në rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve në bazë të ligjit për rivlerësim kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Ligji i vettingut pezullua nga gjykata kushtetuese më 25 tetor të vitit 2016. Pezullim pritet të bjerë gjatë këtij muaji, me hyrje në fuqi të vendimit të gjykatës kushtetuese të datës 22 dhjetor 2016.